këshilla profetike, o folni mirë, o heshtni. Pra ne nuk kemi një zgjidhje të tretë. Mirë heshtim dhe flasim keq. Jo. Ne o flasim mirë, o heshtim. Por duhet ta kemi të qartë që edhe të folurit, madje edhe nëse është i vërtetë, edhe heshtja, madje nëse është me vend, duhet të kenë, se them, momentet e tyre, duhet të kenë kohët e tyre, duhet të kenë njerëzit e tyre. Jo çdo e vërtet thuhet, jo çdo fjalë thuhet, jo çdo fjalë thuhet çdo herë. Pra ka kohën, ka vendin dhe jo çdo heshtje është e pranuar. Në parim heshtja, e cila nënkupton atë që ne veç përmendëm më parë, që të kemi sa më pak fjalë, në mënyrë që të kemi një barë sa më të lehtë, është e pëlqyeshme. Por në rastet kur ne duhet që ta themi një të vërtetë, kur ne duhet që supozoj ta ndalojmë një të keqe, që nuk duhet heshtim përballë saj, atëherë heshtja do të ishte një lloj, si thua, arratisje nga përgjegjësia, një ikje nga detyrat që e ke ka shindalimin të një të keqeje. Kështu që edhe të folurit, edhe heshtja çdo herë maten me përgjegjësinë, por edhe efektin. Por ka raste që nuk heshtet, madje edhe nëse rasti është i vërtetë, ose duhet që në parim të flasësh ose të ndalësh, për shkak të disa rrethanave të veçanta, heshtet.